Po shkojnë të vitamina C, sepse vitamina C po ashtu ka pas kohë më parë, ndoshta prindrit tonë e kanë përdorur vetëm te fëmijët që nuk po hajnë bukë. Domethënë më jep vitaminë C se na shta hanë bukë. Po këtu nuk është vitamina C vetë një rol i tillë. Po vitamina C ka vitamina tjera që rrisin edhe ngritin oreksin ma shumë se sa vitamina C. Po ne përmenda si kesh kuptim të që i bëjmë ose abuzim. Vitamina C është një boost shumë e mirë nëse përdoret në mëngjes. Po, sepse e bën jashtëzakonisht përshtatshmërinë e lartë të hekurit në gjak. Po. Kështu që preferohet çdo herë mu pi ditën. Gjatë ditës na marrim edhe ushqime ndryshme dhe kjo ndihmon për thithjen. Kështu që është më së miri të përdoret ditën, po gjithsesi edhe te kjo matën edhe ka doza të ndryshme dhe forma të ndryshme. Kur flasim për forma të ndryshme, ato më të mirat mundën me qenë që janë organike 100%, edhe pavarësisht nëse është tablet ose pluhur, do ta ketë ngjyrën e shijen organike. Jo gjysmë sintetike me pas lëndë shtesë tjera ose sheqerna. Këto janë më të mirat, ka në treg. Janë të mira dhe ato që janë lipozomale. Ka lipozomale në formë tablete, ka likuide. Likuidet e kanë përshtatshmërinë shumë më të lartë. Tash me studimet e fundit, sidomos në gjendjet gripoze, kur imuniteti është me ullë, thuhet që edhe deri në 3000 njësi në ditë mund t'i marrin vitamin C. Apo qëndron kjo është? Vitamina C mundet më përdorë edhe ma shumë, deri në 5 deri në 7 gram në ditë, varet prej gjendjes që shë ka. Ndërsa në botën perëndimore shkojnë deri në 15 gram në ditë. Në ditë? Po. Mirë po kanë kohën e kufizume, gjithsesi si boost merret kjo, sepse nuk është e dëmshme, po pasaj fillen të ulet doza. 1000-2000 miligram janë të mjaftueshme me marrë çdo ditë. Po.